Jasi të pastroni lavatricen vetëm me 2 përbërës. Pavarësisht kujdesit të tepërt që mund të tregoni sërish, pajisjet tuaja mund të bëhen fare lehtë vatra të mukozës. Të gjithë personat që kanë një lavatrice në shtëpi me siguri një herë në jetë kanë përjetuar myk, që ajo ze gjatë përdorimit. Myku është një masë që zakonisht krijohet në sipërfaqet e lagura dhe të mbyllura. Pavarësisht kujdesit të tepruar që mund të tregoni sërish, pajisjet tuaja mund të bëhen fare lehtë vatra të mukozës. Duke qenë në një hapësirë e mbyllur dhe lagësht, lavatriça është ambient perfekt për krijimin e mykut. Për të pastruar atë, ndiqni këto hapa sipas këshillës. Përbërësit që ju duhen për këtë recetë janë një gotë me uthull të bardhë, një lugë gjethe sodbuke dhe lavatriça duhet të jetë e zbrazët gjatë realizimit të këtij pastrimi. Hidhni uthullin sodën e bukës në vendin ku hidhni detergjentin e rrobave. Ndizneni lavatricën në 60 gradë dhe lini të bëjë një larje boshe për 15 minuta. Më pas ndaloni procesin për 1 orë dhe lani lavatricën si zakonisht dhe shplani atë edhe nga mbetjet e ndryshme.